Çfarë ndryshimi ka një student që shkollohet jashtë Shqipërisë me një student që bën shkollën këtu? Për arkitekturë. Për arkitekturë. Atëherë, unë ka kaluar goxha vite nga momenti që kam bërë studentin dhe goxha vite tashmë edhe nga momenti që kam bërë dhe një periudhë pedagogun, por dhe nuk duhet të shprem shumë në termat e kurrikulave, sepse nuk e njoh fort mirë kurrikulat në Shqipëri, por një gjë mund ta them patjetër me përvojën time, ajo që ndryshon shumë është konteksti ku ata formohen edhe si student, po dhe jeta që bëjnë aty. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk është vetëm se çfarë do mësojnë, se si do mësojnë të ndërtojnë një ndërtesë, ta projektojnë, ta ndërtojnë atë, por do shikojnë dhe raportin që ka arkitekti me ambientin që e rrethon. Do shikoj raportin dhe rëndësinë që i jepet një arkitekture kur bëhet në një qytet për shembull si Roma, me një histori mirë veçare dhe me respektin që ka ai qytet për trashëgiminë kulturore që ka gjetur dhe sa rigoroz tregohen në ndërhyrjet e reja që bëhen. Dhe kur hym tek ajo fryma që flasim, që impakti që ka formimi, një arkitekt që formohet për shembull në Rom, në Firenze apo një qytet të Evropës që ka themi jep një rëndësi dhe e vlerëson shumë trashëgiminë, nuk mund të bëj kursesi për shembull dhe po lidh me një aktualitet ndërhyrje shkatruese në një zonë miraveçare ku është për shembull lagje e vjetër në Durrës dhe të ndërtohet mbi amfiteatër apo mbi rrënoja të një qytetërimi antik që ne mund ta nxjerrim në pa dhe të tregojmë prejardhjen tonë si kulturë dhe me to të krenohemi dhe të mundsojmë dhe bota na shikojë se si jetonim dhe si ndërtonim ne mira vjet më parë. Dhe nuk ka shanse që një arkitekt i tillë ta bëjë ndërhyrje dhe ta pranojë. Pra nuk do ta bënte. Ndoshta dikush që formuar diku që profesorat e kanë thënë, nuk e di, rëndësi ka që të zbatosh, të ndërtosh pa vendimarrjen e merr politika për shembull, s'është puna jote. Ti bë detyrën. Nëse është burmosur në mënyrë të tillë, okay, do ta kenë më të lehtë që ta pranoj këtë, pavarësisht se ndoshta mund ta gjykoj të gabuar.